Në vazhdën e mysafirëve që i ka ftu Berati sot e ka Ermal Sadikun, deputet prej LDK-s, i cili është, nëse muj mi ndërhy 1 minutë, zoti Sadiku shumë shkurt kesh të folë domethënë me kolegë tanej. Zakonisht deputetët edhe politikanët folin për ideologjinë, majtas, djathtas, domethënë jeni kondër të vetmit, mos them i vetmi që keni folë për AI, për teknologjinë, digitalizimin, pra up and down, zakonisht që fokusohen të rinjt. Çka mendoni ku çalon Kosova dhe cili shkon veprimi i parë që ishte dashur me ndërmarrë domethënë qeveria e Kosovës? Tash në fushën tëmë vërtet çalojna shumë. Edhe këtu pa marrë parasysh çfarë thomun, se unë jam pak subjektiv për shkak të backgroundit tëm, mendoj që teknologjia është të ndru këtë botën, është të ndru çdo shtet, të ndru shëndetësinë, arsimin, ekonominë, edhe mendoj që jemi shumë rrapa aty, në alas kemi shumicën e sistemeve që duhet me i pas nuk janë, e lëmu këtu tash të rejat me AI edhe me gjona ma Keni interesante. shku një herë me një dos dokumente kështu në kuvend, literalisht edhe keni thonë që krejt që to janë burokraci që duhet me ndjek pra procedura, sepse nuk janë të digitalizume. A është ky hapi i parë që ishte dashur me marrë institucionet? Po aty nuk ka qenë veç problemi i dokumentacionit, aty ka qenë problemi edhe i vetdijes që shteti e ka ndaj qytetarit. Për shembull, shteti e bën një konkurs edhe i lyp qytetarit një sjell një dokument, që është kudio në certifikata që nuk është në nënhetime, e ajo në fakt është pjesë e shtetit. Si më thonë shteti i thotë qytetarit shko te shteti, merre një dokument, bëma mu prap mrapa te shteti. Unë mendoj që kjo është thelbi këtu. Shteti duhet m'ia lehtësui jetën qytetarëve, edhe komunikimin me dokument, mes institucione me bo vetaj. Jo mi thonë qytetarit shko bëma mu, unë e qatë sen një mundu me thonë aty. Edhe pastaj printimi kena printu dikon për 50.000 paqe për 2 konkurse, fleta, letër, mas pari dëmë të në ambientin, budgetin, tonera, letër, këtë, po ka qenë, jo mundu me bo pak ma thellë, edhe nuk di sysh ka qenë rezultati, po vërtet ka shumë senet të ndishme të cilat mujnë mu digitalizu, mujnë mu regullu sistemi gjyqësori, edhe një me ditët të tona na i kalojnë të prit një rasti cili mund më kryo online. 4 minuta, mundet më bo seanca me i njerëzit, me i thonë ato që i kanë me i thonë, me i shpalos dokumentat me një online, edhe më marrë vendime, jo me pit 5 vjetë. Okej. Po kuptoj, e kish lehtësuar edhe punën e qytetarëve dhe institucioneve. Faleminderit shumë zoti Sadiku. Okej, çtu ken pak a shumë çka tha Ermal Sadiku rreth digitalizimit, AI, domethënë është ndër deputetët e vetëm, ndoshta i vetmi, që ka folur për këto çështje edhe në kuvend. Normalisht janë çështje me rëndësi që është dashur me pas vëmendjen e institucioneve kushdo që vije në pushtet.